miq na ndajnë vetëm pak orë nga skadimi i afatit kushtetues që mbyllet mbrëmjen e sotme në mesnatë, pra data 28 prill, për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, nëse nuk do të ketë një emër që do të marrë votat dhe besimin në parlament me konsensus sigurisht të gjerë, pasi partia fituese nuk i ka të gjitha votat, pra lëvizja dhe vendosja, atëherë Kosova do të shkojë sërish në zgjedhje të reja, të parakohshme, të jashtëzakonshme brenda 45 ditëve. Por çfarë po ndodh tani në Prishtinë, kush janë kalkulimet e fundit dhe skenarët politik, do të flasim me profesorin Zlatinë Koseri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, zoti Bolla. Faleminderit për ftesë. Faleminderit ju, profesor, ne kemi diskutuar shumë herë. Unë jam mirënjohës shumë për kohën dhe mendimet që ju keni ndarë me publikun tonë për këtë çështje, ku kemi ardhur në këtë ditë, ashtu sikur edhe ju e keni paralajmëruar edhe më herët, që do të përfundonim këtu. Por ndoshta, duke qenë se ka mbetur dhe pak orë dhe gjithçka është e mundur, mund kemi një fije shpresi që ndoshta mund kemi një përmbysje në fund, mund të arrihet konsensusi. Unë nuk pres asgjë të mirë që mund vijen nga kurti. Ajo që ndodhi mbrëm ishte një tendencë shumë e keqe për një puç kushtetues, për fat mirë nuk i shkoi deri në fund. Ata ishin të ndërgjegjshëm për puçin, sepse ai e tha deputeti, po bëjmë karate. Uroj që sot mos vazhdohet, mirë që në ora 11 kur ishte thirrë seanca nuk u vazhdu me të njëjtë, por ndërprej seanca. Përndryshe, ai paralajmërim o gurzi që u duk mbrëm, kemi qenë jashtëzakonisht shqetësuar. Unë personalisht jam dridhur nga frika se mos rastësisht kurti po vazhdon me atë skenar o gurzi dhe po e shkatron Republikën, siç ndodhi në vitin 1989, kur ishte suprimuar Krajina Socialiste Autonome e Kosovës, dhe frika ime ishte që përsëri mund të ndodhë e njëjti rast. Fati ishte i mirë që kjo u pengua dhe për fat, edhe pse njëri prej deputetëve aty u deklaru se po luajmë karat, por një karate e tillë vërtet është rrezikshme. U lajmërua për fat aty edhe zoti Enver Hasani, ish kryetari i gjykatës kushtetuese, dhe unë po them atë që ai e tha. Ashtu ngjajshëm mendoj edhe unë se sonte po ndodh kaosi, po ndodh anarkia, puçi dhe shkelja totale e kushtetutës. Kur profesori i të drejtës kushtetuese, kur profesori që e ka udhëheq gjykatën kushtetuese për disa vite, thot diçka të tillë, atëherë ne s'kemi si mos t'i besojmë. Dje apo mbrëm kishte tendencë për të sulmuar aktin më të lartë kushtetues të Republikës, Kushtetutën e Republikës, duke e shkel në formën më të vrasht të mundshme. Ne jemi mësuar dhe unë kom prit që kurti do ta shkel Kushtetutën. Unë e kom ditë që këtë do të provoj gjithçka në të njëjtën formë, por se do ta filloj bajtjen e mbledhjes kuvendit me 64 deputet në sallë, pa quorum, vërtet nuk muj, as nuk e di se si zonja Albulena Haxhiu, një juriste, megjithatë është juriste dhe gjanat elementare të kushtetutës i din që mbledhja e kuvendit Kosovës nuk mund të filloj pa quorum. Në sallë duhet të jenë 80 deputet, pastaj edhe në kuti për të qenë procesi i suksesshëm, në kuti duhet të jenë 80 vota. Edhe atë
duhet të jenë 80 vota pro nëse dëshirojmë ta zgjedhim presidentin. Rundi i parë, nëse nuk konsumohet rundi i parë, nuk mund të kalojmë rundin e dytë. Për fat mirë, këtu edhe pse i bëri ato gabime me atë komision, me Sali Zybe dhe me një deputet tjetër, me 2 anëtar të komisionit, i qetën kutit e votimit, votuan 63 deputet për Feride Rashidin, edhe unë befasohem se si ajo zonjë nuk doli dje edhe të tregoj se ndoshta nuk është pyetur fare, vetëm është vë kandidatura e saj dhe ajo Spoku është dashur në atë rast tjetë e ullur në karriget, ajo dhe zonja tjetër tjenë të ullur në karriget. Do të për formalitet. Po dhe Spoku për formalitet është dashur të jenë të ullura në pozitat ku ullet zakonisht kryetari i shtetit, ose ai që zgjedhet, ose ai që propozohet, ose ai që është i zgjedhur, ose do të rizgjedhet. Pra, brëm shpëtuam nga puçi i filluar, urojmë që sot deri në ora 24 të shpëtojmë nga ajo që është filluar. Unë frigohem që rreth orës 24, këtë përveç tash që ka caktuar në ora 14, sigurisht pas 2 orësh në ora 16, në ora 20, në ora 22, do ta përsëris, por rreziku më i madh është që në ora 24, para 24-ve, kjo mund ta vazhdoj dhe ta zgjedh Feride Rashidin presidente dhe këtu përfundon. Po si mund ta vjen kur nuk i ka votat? Kjo do ta shkel kushtetutën edhe me qëllim që të bëj kërkesë. A ka shkelje, merre me men. Ajo që kemi thënë më herët, kjo dëshiron me çdo kush që edhe një herë të bëj pyetje në gjykatë kushtetuese apo kërkesë që të përgjigjet gjykata kushtetuese se a kemi pas shkelje. Kto e din fëmia, e din secili qytetar, madhor i Republikës Kosovës. Kjo më duket shumë elementare që ta bëj këtë. Po elementare, por kjo nuk zgjedh mjetë. Ka pas një rast edhe me Pacollin, në mos gaboj si precedent. Me Pacollin ka shku për shkak një deputeti i cili ka pas precedent penal. Për një ashkali i cili ka pas një gjykim edhe për atë ai ka votu dhe për një vot. Zoti Pacolli nuk është zgjedh apo është detyruar të jap dorëheqje. Derisa kë dëshiron pa quorum ta zgjedh më për shkak të atyre datave të cilat i konvenojnë. Kë dëshiron vendin ta çojë në zgjedhje, edhe atë gjatë këtyre muajve të cilët do t'i mbeten në dispozicion, kë do të bëj krejt ato që janë të mundra, do ta gjykatën kushtetuese do ta shkatroj, do t'i kapë edhe prokurorin veç ka filluar, e kapi AKP-n, AKM-n, e kapi Radio Televizion e Kosovës, i ka kapë krejt bordet e pavarura të Kuvendit Kosovës, i ka kapë shumë më herët bordet e qeverisë dhe kë s'ka lënë asgjë. Ka mbet vetëm në gjykata kushtetuese dhe me këtë don ta kap komplet shtetin edhe vjen deri te ajo Republika e tretë që ai e planifikon ta shpall në gjatë kësaj legjislature kur ky i ka 51%. Unë them që sot qytetarët, në radhë parë deputetët opozitar, nuk duhet të qëndrojnë në zyrat e tyre në Kuvendin e Kosovës. Ata duhet të jenë vigjilent, ata duhet të marrin pjesë në seancën e Kuvendit Republikës Kosovës dhe ta pengojnë me çdo kusht edhe me dhunë nëse është e nevojshme që mos të vazhdoj seanca o kurzez për Republikën e Kosovës ku do të shtuhet shteti, shoqëria civile, veteranët e luftës, qytetarët duhet të jenë sonte, syqel, sepse Albini don ta shuaj, don ta thej rendin kushtetues të Republikës Kosovës, këtë duhet të pengohet, sepse një akt i tillë ka ndodhur në vitin 1989 kur është suprimuar kushtetuta e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, kur dhënshëm nëpërmjet Kuvendit Kosovës e ka suprimuar Miloševiqi. Njëjtë don me suprimu
Republikën e Kosovës, Kushtetutën e Republikës Kosovës, zoti Kurti 2026. Andaj, me dhunë duhet të ndalet kjo çmenduri e cila po na vjen nga kryetari, nga i vetëvendosjes apo kryeministri i Republikës Kosovës, i cili është gjellë me 51% të votave të qytetarëve. Kjo vërtet është e turpshme edhe nuk din njeriu si ta komentoj ndryshe edhe çka të thot diçka përveç këtij krahasimi që është i rënd, edhe mu kur në jetën time nuk isha mendu se mund të vijë një ditë në Republikën e Pavarur të Kosovës të angazhohet qytetari edhe një herë për të mbrojtur Kushtetutën, siç e kemi bërë në 89-ën, por atëherë kuptohet kemi qenë të okupuar edhe kemi pas shumë vështirë sepse burgoseshim edhe rroheshim e vraheshim nga Miloševiqi në mënyrë masovike. Profesor, lutem lejoj që ta trajtojmë edhe një tjetër këndvështrim, sepse ka shumë prej atyre që mendojnë që Albin Kurti në këtë rast nuk ka fajë dhe përgjegjësi, sepse fillimisht tha që presidentin për ta zgjedhur populli ka votuar në shumicë lëvizjen e vetëvendosjes dhe ai nuk mund t'ia dhurojë opozitës. Më pas bëri një kthes edhe tha sillni 3 emra. Tani në këtë pikë kur ai tha që opozitës PDK-s dhe LDK-s sillni 3 emra, ku është problemi këtu që këta, pra opozita, nuk dërguan 3 emra sepse ai dha garancisë që njëri mes tyre 3 emrave do të zgjidhet. Pse opozita nuk i dërgoi 3 emrat? Mbrëm pam që Lumir Abdigjiku doli me 15 firma. Më pas media kishte dyshime nëse aty ishte emri Vjosa Osmanit apo jo, apo ishin thjesht firmat pa emrin e propozimit. Por ju si mendoni? Mendoj që gjitha këtu Albini ka tallje. Ajo është tall me Lumir Abdigjikun. Në sa herë ka ftu, janë dohen të 4 vota, LDK-ja ka qenë e gatshme. Njëherë me Lumir Abdigjikun që ta bëjnë kryetar, më pas tani janë të gatshëm edhe për Vjosa Osmanin. Ata janë unik, i kanë 15 vota, për Vjosën i kanë. Por në asnjë mënyrë, Albini nuk do ta zgjidh Vjosa Osmanin. Zonja Vjosa Osmani ende shpreson deri në ora 24, sepse ende zonja nuk është deklaruar se ka kaluar në lidhjen demokratike të Kosovës, ende nuk ka shpallur ndonjë subjekti të ri, dhe ajo zonjë është duke shpresuar se në ora 24:00 ajo do të zgjedhet presidente e Republikës Kosovës. Unë, duke njohur jashtëzakonisht mirë zotin Kurti, llogaris që kur kjo nuk do të ndodhë. Nuk zgjedhet Vjosa Osmani jo për shkak të LDK-s, por për shkak të inateve, urrejtjes, xhelozisë, hakmarrjes, për shkak të ndërkombëtarëve, për shkak të raporteve të zonjës Osmani, sidomos me Trumpin dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk zgjedhet zonja Vjosa Osmani presidente, sepse kë nuk don rival. Kë nuk don njerëz që i thojnë këtij jo, nuk bën kështu. Derisa ona tjetër, me PDK-n kë ka bë është tallur fillimisht. Zoti Betri Hamza i ka shku në zyret qeverisë. Zoti Betri Hamza ka pranu takime me te. E ka pranu që zoti Murat Jashari do t'jetë i propozuar, mund t'jetë i propozuar, do të votohet komplet nga Partia Demokratike e Kosovës. Nuk ka kaluar më vonë, kë është tallur me ta. I ka dërgu ftesë 10 ditë një javë, para se të përfundoj mandati 34 ditor që dha gjykata kushtetuese, zoti Kurti nuk e ka takuar asnjëherë Betri Hamzën. Do me thonë, i ka dërgu ftesë në WhatsApp, merreni me mend, një ftesë në WhatsApp i dërgohet një partije serioze, shtetformuese siç është Partia Demokratike, dhe ata zotërit e kanë bajt në e Këshillit Përgjithshëm, kanë vendosur që nuk do të jenë më akter në zgjedhjen e presidentit, le të bëjnë çka të dojnë të tjerët.
ai e ka në dorë zoti Kurti. Nëse dënë me zgjedhë Vjosa Osmanin, Daut Haradinaj mbrëm është deklaruar se 7 deputetet, 6 edhe Duda Balje, do të qëndrojnë në kuvend nëse del propozimi për Vjosa Osmanin. Dhe në këtë rast, edhe nëse nuk janë komplet votat e LDK-s, nëse i kemi atje -3 vota, maksimum mund t'jenë LDK-s që se votojnë. Edhe hajde të letjenë edhe -1-3 vota ose 4 të VV-s, edhe pse unë nuk mendoj që dikush i VV-s nëse Kurti vendos për ta zgjedhur presidente zonjën Vjosa Osmani, atëherë do të kaloj propozimi sepse do t'ja bëj quorumin Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe do t'i kemi 80 vota në kuti edhe do t'i kemi 80 vota për quorum. Por këto janë lojra të Albinit që nuk e donë Vjosën presidente të Republikës Kosovës, edhe ky zotriu vetëm qëllimin tani e ka që t'i shtyjë zgjedhjet deri në fund korrikut ose në fillim gushtit, atëherë pra duhet një artific që si t'i shtyjmë. Po e shkelin kushtetutën, nga ka shkel 60 herë. Tani Albulena Haxhiu shkel pa problem. Edhe pse më bën mu kjo me kuptu se zoti Kurti po don zgjedhje. Po don zgjedhje sepse sot në Komisionin Parlamentar për Financa, zoti Ekoran Murati e aprovoi pakon prej 200 milion euro pakon sociale të cilën do t'ja u shpërndoj nënave lehone, fëmijëve, pensionistëve e kategorive tjera dhe në këtë mënyrë i ndan 200 milion plus 65. I ka nda rrogën e 13, 265 milion euro zotriu blen vota të qytetarëve me parat e tyre. Dhe në këtë mënyrë kjo tregon se Kurti don zgjedhje. Kurti don me na çon zgjedhje edhe atë për të fituar aq sa do të jetë pengesë, që në të ardhmen mos mund zgjedhet presidenti dhe të shkojmë edhe në një palë zgjedhje tjera. Kështu Kosova futet në një cikël të pafund të zgjedhjeve sepse herët është me thonë që Albin Kurti do të bije në 40 deputet. Do të jetë aty dikun 23-24 deputet, por është shumë e nevojshme që për me zgjedh presidentin duhet me ra numri 9-40, pastaj më nuk kemi krizë. Kjo tani e kemi po ditëve të fundit. Albini gjithçka që ka bërë, e ka bërë për me bind qytetarin se ai po bën përpjekje, ai ju ka ofru gjithçka, ja ka ofru edhe 3 pozita, i ka thënë 3 emra opozitës, por opozita është fajtori që nuk po zgjedhet presidenti. Këtu fajtor nuk ka. Nuk po them se opozita është e mirë. Nuk po them se opozita është duke bërë nomin. Por fajin kryesor këtu e ka Albin Kurti me deputetet e tij, por për deputetet e tij s'kem çka flasim se ai faktikisht nuk ka deputet. Sepse po të kishte aty njerëz, po të kishte patriot, po të kishte intelektual, mbrëm aty do të qoheshin dhe do të alëshonin mbledhjen e kuvendit Spoku 5-6-7. Nëse dikush, Vigan Qorolli, profesor doktor, në komisionin për legislatur, edhe del aty, edhe flet para kuvendit për të filluar se gjithçka është në rregull me 2 kandidaturat, kjo vërtet është e pakuptueshme, edhe unë nuk e kam pritur kur që në vitin 2026 Kosovës mund të ndodhë diçka e tillë. Pastaj edhe diçka mos të harroj zoti Boll. Del kryeministri, flet në mbledhje 42 minuta. Kryeministri në mbledhjen ku zgjedhet presidenti mund të mendajt në karrikën e tij, por nuk ka të drejtë një drejtu kuvendit të Republikës Kosovës. Pas ti del edhe çka bën, vetëm e shpalos komplet skenarin e tij, të cilin e ka pas për gjatë krejt
këtyre mujve derisa erdhëm në këtë krizë. Del pastaj Glau Konjufca, se ai po sakrifikohet, po tërheken nga opozia, kështu me radhë, del Fatmire Kolçaku, të tri këto diskutime në Kuvendin e Kosovës kanë qenë të panevojshme, edhe fare s'ka pas nevojë të diskutojnë apo të flasin të mojnë ekspoze në Kuvend. Ka mund me mojt Feride Rushiti ekspoze. Me na tregu çfarë kryetare do tjetë, ose ajo Naxhia, kush ishte e propozuar, por dal kryetari i Kuvendit vërtet për mua është e pakuptim. Profesor, kam dhe diçka se është e kohë që unë të ndërhyj më tej tek çfarë po flitet dhe prapaskenat, sepse jemi në të njëjtën linjë që ju e keni paralajmëruar për kohësh edhe ju i bët një përmbledhje të plotë të situatës atje, por ajo që nuk kuptoj, profesor, është që një demokraci e re ka mbështetjen edhe të partnerëve për të formësuar. Në këtë rast, si e keni parë rolin e përfaqësive diplomatike aty? Janë tërhequr, ka një tërheqje të amerikanëve, të europianëve, të vendeve të Quintit, pra, sepse jo vetëm atje, por në Tiranë sa herë kemi krizë, përposh përpjet e bën ndonjë lëvizje. Edhe jo asnjë reagim. Asnjë reagim. As i ambasadës amerikane, as i shteteve të Quintit. Pse kjo tërheqje? Asnjë reagim. Unë mendoj sepse ata kanë humbur kontaktet, kanë humbur lidhjet, nuk e duan Albin Kurtin. Edhe ata dëshirojnë, mendojnë që populli nuk do ta duroj këtë poç pushtetues, edhe e lën popullin demokracinë të zhvillohet në në ramje të lirë, si themi. Pra të gabojë dhe të mësoj. Të gabojë, domethënë të gabojnë edhe të mësojnë nga gabimet. Ata e dinë mirë që është gabim, por mirë, edhe mund vjen mirë që nuk po reagojnë fare. Kjo nënkupton se ata janë kundër, edhe ata nuk e duan Kurtin në qeverisje. Sa më parë që të bie Kurti nga pushteti, aq më mirë është për Kosovën. Ajo parulla, jo na ka votu populli 51%. Megjithatë, edhe nëse e votu 51% në krahasim me numrin e votuesve që i ka Kosova, rreth mbi 2 milion qytetar, janë 500.000 vota, do me thoni bjen 25% e qytetarëve Kosovës e kanë votu. Andaj, me 25%, 75% që është më i madh, kështu që edhe vota e qytetarëve, e sidomos e diasporës, këtë rast, që duket që në të kaluarën kaq shumë e kanë ndihmuar Kosovën, tani me votën e fundit vërtet e ka dëmtuar shumë të armën euroatlantike që e synojmë të gjithë. Mirë që nuk përreagon faktorin ndërkombëtar, edhe unë e kam bindje që nuk do të reagoj, ndryshe nuk kanë si me i tregu këtij populli që faktorin ndërkombëtar nuk e don zotin Kurti në qeveri. Për ta mbyllur, profesor, jeni bindur që nesër do flasim për presidentin e re apo për zgjedhjet e reja? Pra, edhe nëse zgjedhet në mënyrë antikushtetuese për të përfituar kohë, a kam fjalën? Mund të flasim për presidentin e re, këtë zonjën Feride, por me shkelje kushtetuese. Me shkelje kushtetuese, gjë që për mua është një puç, edhe është një shkelje e rënd e kushtetuesës, anarki, të cilën unë mendoj që vetëm Serbia mund t'ja dënë Kosovës një gjë të tillë. Nesër nuk mund ta shohim as Vjosa Osmanin, as dikën tjetër nga opozita presidente, sepse atë nuk e don Kurti. Shpresoj, uroj që kjo të mos lejohet nga opozitorët dhe ata edhe me dhunë ta pengojnë që zonja Rushiti, pa marrë parasysh ajo është një zonjë nderuar, e njeh personalisht atë zonjë, është doktoresh, është aktiviste e shquar dhe e meriton ndoshta një pozitë të tillë, por në këtë rast është kandidate e paligjshme dhe nuk duhet të ulet në karriken e presidentes, sepse nuk do të mund të zgjas zgjedhja saj për një kohë gjatë, vetëm pak det, derisa të kuptohet se apo të shkoj vendi në zgjedhje, sepse atë do ta obligoj gjykata kushtetuese e Republikës Kosovë.
Duke parë situatën aktuale, kuptohet ndoshta më mirë edhe amaneti që la Recep Qosja. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit, ishte kënaqësi me gjithë situatën e keqe, po presim që me gjitha të reflektojnë edhe mos të bëjnë ndonjë akt qyqar i cili mund të ketë pasojat të pa rikuperueshme. Uroj më të mirën për Kosovën që ta ka përcej këtë për shmangur zgjedhjet edhe partitë politike të i therasën ndërgjegjes. Faleminderit shumë, profesor. Gjithë të mirat.